hina mautiha. Allahu i merr shpirtat kur ato të vdesin. Wallati lam tamut fi manamiha. Edhe ato të cilat janë në gjumë, mirë po se ka caktuar Allah subhanahu wa taala me vdekjet. Fa yumsiku allati qada alayha al-maut, fataba ambanat cilës ja ka caktuar vdekjen, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, kurse tjetrën thot e lëshon edhe për një kohë të caktuar, për një afat caktuar. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun, në këtë ka ajete, ka argumente për popullin i cili është besë për njerëz të cilët janë besimtarë. Prandaj vllai i dashur, kjo është dhunti e madhe për Allah subhanahu wa taala, i cili të ka mundsuar ty edhe një mundësi, të ka vënuar edhe për pak në këtë dunja që ti të bësh, të veprosh për veprave të mira, para se ty të arri vdekja e madhe, para se ty të arri yaqini, të arri bindja. Prandaj mos e shpërfill këtë dhunti të Allah subhanahu wa taala. Mirë po përmisoj veprat tua, para se ti të arrish në atë gjendje kur dëshpëimi më nuk bën punë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që ka rënë gjumë ka thonë, bismik Allahumma amutu wa ahya. Me emrin tënd o Allah im, vdes edhe ngjallem. Kurse kur është zgjuar prej gjumit ka thonë, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Falëndrimi takon Allahut i cili na ka ngjall pasi që kemi vdekur dhe te ai do të kthehemi, te ai do të ringjallemi. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, idha stayqadha ahadukum, kur zgjohet dikush prej gjumit, felyakul Alhamdulillahi alladhi radda ilayya ruhi. Falëndrimi takon Allahut i cili ma kthei mu shpirtin tim. Wa afani fi jasadi, edhe më zgjoj të shëndosh në trupin tim, wa adhina li bi dhikrihi, edhe më mundsoj mua edhe një herë që ta përmendat, që ta kujtoj atë. Pra ka qenë borç, ka qenë hak, ka qenë obligim e drejt e atij i cili ja ka kthyer Allah subhanahu wa taala edhe një herë shpirtin. Kur është zgjuar për gjumi, që ta falenderoj Allahun për këtë, edhe të shtoj për veprave të mira, dhe të çaj të pendohet për gjunat e veta, para se të arrijë vdekja e madhe. Pastaj dinë vëllezër të dashur, se Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar gjithashtu momentet e vdekjes, momentet e agonis, kur muslimani apo njeriu është në agoninë e vdekjes. Dhe na ka treguar se ata që janë rreth tij nuk i din këto gjendje, nuk e din se çfarë gjëra po përjetonoj. Po as sikur të din, ata nuk kanë mundësi t'i bëjnë atij kufar të mira. T'i japin atij, nuk kanë mundësi që t'i japin atij ndonjë ndihmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal abdul mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Me të vërtetë thot, robi musliman që është besimtar, kur është në fund të kësaj jete, dhe është kthyer ka ahireti, ka jeta tjetër, yatihi malaikatu as-sama, i vijnë melaqe prej qiellit, billun, që janë bardha, billul wujuh, i kanë ftyrat e bardha. Wujuhum ka'anna wujuhahum ash-shams, i kanë aq bardha sikur ftyrat e tyre të jenë vetë dielli. Ma'ahum kanafun min aknaf al-janna, dhe vetë kanë një qefin prej qefinave të xhenetit. Wa hanutun min hanut al-janna, edhe kanë misk, kanë parfum erë të mirë prej erëve të mira të xhenetit. Fa yajlisuna indahu mudd al-basar, dhe i thot ulen të aj, sa mundet mi po aj, hapsiren që mundet mi po aj mësë. Thumma ya'ti malakul maut, pastaj thot vjen melaqja e vdekjes, hatta yajlisa inda ra'sihi, deri sa të afrohet edhe të ulet të koka e tij.
thumma yaqulu lahu bi ibaratin latifa, pastaj thot i drejtohet atij me fjalë shumë të buta. Ja ayyatuha an-nafsul tayyiba ukhruji ila ridwani min Allah wa jannatin fiha na'imun muqim. O shpirti i mirë, thot, dil për të kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, në xhenetet e Allahut, në të cilat ti ka kënaqësi të përjetshme. Fa yakhruju tasil. Vazhdon pejgamberi sa thot, edhe dal ka shpirti i tij duke rrjedh. Kama tasilu al-qatra fi fi siqa, qysh rrjedh pika në grykën e anës. Qysh rrjedh pika ujit në grykën e anës, kadal. Wa ma yakhruju illa salla alayhi malaku as-sama, al-malak ma bayna as-samai wal-ard. Thot, si të fillon me dal, atëherë thot bojnë salavat, çojnë salavat mbi të, lutën për të, me laqet që janë në mes qiellit dhe tokës. Wa malaku as-sama, edhe me laqet e tokës, edhe me laqet e qiellit. Wa tuftahu alayhi al-abwab, edhe i hapen kat atij dyert e qiellit. Fama yakunu في أهل باب من أبواب السماء إلا هم يدعون الله أن يعرج به من قبلهم. فجدو kush për melasheve të cilët janë në këto dyert e qiellit, për të lutin Allahun subhanahu wa taala që shpirti i tij të ngrihet ka ana atyre përmes derës së tyre. Fa ya'khudha, pasaj e merr thot meleku i vdekjes shpirtin e tij, wala ya'khudha wala yad'unaha fi yadihi, kurse këto melaqe që janë rreth tij thot nuk e lojnë dorën e tij, illa wa hum yaj'alunaha fi hadha al-kanaf, thot ato e marrin fi hadha al-kafan, thot ato e marrin, nuk e lojnë dorën e tij, mirë po e vendosin tarfataj, nuk e lojnë as pak dorën e melekut të vdekjes, mirë po e marrin edhe e vendosin në këtë qefin. Wa fi hadha al-hanut, edhe në këtë erë të mirë. Thumma yas'aduna biha, pastaj fillojnë thot edhe ngriten me të. To me laqe që vinë mja marrë shpirtin, hatta yantahuna biha ila as-sama'i ad-dunya, derisa të arrin të qielli i tokës. Fa yastaftihuna lahu fa yuftahu lahum. Atër kërkojnë që atyre që u hapën dyert e qiellit, marrin leja edhe u jepet leja. Wa yashayyi'unahu al-muqarrabuna min kulli as-sama. Thot, edhe i shkojnë përmas e përcjellin shpirtin e tij krejt me laqet e çdo qielli. Illa as-sama allati taliha, thot deri në qiellin e cili vjen mas tina. Wala yamurruna biha min mala'in min mala'il malaika illa wa hum yaqulun. Edhe sa që të kalojnë pra një grupi për grupeve të melaqeve, ato i pyesin këta, ma hadhihi an-nafsul tayyiba, kush është ky shpirt kaq i mirë? Fa yaquluna lahu, ata i përgjigjen këta thonë bi ahsan al-asma al-fulan ibn fulan, kon ky ka qenë filani i biri filanit, bi ahsan al-asma allati kanu yusammunahu biha fi hadhihi ad-dunya. Sa të përmenin me emrat më të mirë, të cilët këto melaqe kanë quajtur këtë njeri kur ka qenë qysh në botën, në jetën e kësaj bote. Hatta yuntaha biha ila as-sama'i as-sabi'a, deri sa thot përfundojnë me të, edhe të shkojnë me të në qiellin e 7. Fa yaqulu Allahu azza wa jall, pastaj thot Allah subhanahu azza wa jall, uktubu kitab abdi fi illiyin, shkruani thot librin e robit tëm në Iliyun, në grupin e atyre të cilët janë të ngritur te Allah subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Iliyun, çfarë të tregoj ty se çka është Iliyun? Kitabu marqum, është një libër i cili është i shënuar te Allah subhanahu wa taala. Yashhaduhu al-muqarrabun,
për të cilin dëshmojnë të gjithë ata të